politikisht nga qeveria. Është mjet politik, lutem tash. Gjithmonë në botë policinë ka ministri i cili i çon për aksione, çfarë mendove ti? A bëjmë një pyetje direkte apo? A beson që situata në veri është më e mirë tash se atë? Këtu janë muhabete. Jo se muhabete, janë çështje që duhet me për kohë. Ne ditni dëgjom, kimë do nesër para qytetarëve. Tregoni sot cili është qëndrimi jot për veriun. Po janë muhabete që jetë i botë terrorenci kanë. Çore. Patriotat me bateria. Edhe patriotat e mas luftës, unë nuk më lojnë për shtypje heq. Kush janë që ta? Kush do që njën vetën është? Unë s'janë qitë e hem një kërkuj. Veç kështu ju folë që atyne. Për patriota atil, mu nuk më sfidan kërkush heq. Unë nuk, jam për këtyne të opozitës që njën kësi farsiklete. As këta që janë pushtet, as do që janë studio, as ata që njën vetën, kërkuj si më ka i thonë, për një me. Kuj bjanë të amon, lëtë amon. Nësë si ju bjanë me se mërni. Po, për kësi, nuk e keni ju këtu dikon PDK se LDK që e ka farsikleti. Me patriotizm s'ka këtu diskutim. Unë jem të folë dhe vlera universale, drejtësi, integrime, bashkime, përparime. Ç'është do me integru ti si PSD? Po, të lutë në atarë se ta kryta. Këtë debati, a e kona, a e ki thona, a e ka vro, a me shku me hypë në për ura, me shëtit. Këto e në pyetje legjitime, qytetar duhet mi ditë. Cila është strategjia jote që përdojshë me integru ti sërë të veriu? Veç pak, bre. Se qytetari ka me të vetë, ka me ta bu ti ki krahasu Albin Kurti me Miloševićin. Pse ki krahasu edhe qyqja kështë boti? Për me hynë A i të vetë, kur jenë zgjedhja e ka me të vetë, gazetar ka me të vetë. Hajde përgjeshtu tashti. Unë besoj. Ama duhet t'ja lëm hapësirën që Po s'po mlojnë dyve. Qash kesh po do këtë që jem të dalë, sa që po dojmë me mështu. Jo, për një vetë po më dhimesh. Se rridheve sa tho. Mu me më dhim njerëzve që ndoj mendimet ndëshme për mu është vlerësim. Se kjo i bjen që nuk ishtë dash me u pëlqy. Se për nëjsh ishtë dash me pajtu. Argumentu, se mu në mla që O, lezot një let's play. Shure, nëse do një mjanis me bërtit, jo, dini që në studio më kohën gjithë me bërtit. Nuk jena të bërtit. Son të erdha dhe ashtë folin, se për Unë kam frikë që nëse bërtet Molliçaj mund të ngritet nga studio drenori. Ja, s'ka si për ma bejtë në mund kërkush. Ato janë të punë me gjitha kanë. Unë besoj që damin më të madh politik në raport me Serbinë e ka bo Albin Kurti me marrëveshjen e normalizimit dhe aneksin e Ohrit. Kapitullim i Republikës është. Pse? I vetmi shpjegim që ju mundi me pas hala është se s'ka mu zbatu. Edhe ju krejt shpresat në mbështetëve, se unë nuk kom pa mbështetës të marrëveshjes e Ohrit dhe marrëveshjes e normalizimit Brukselit, që e mbështet marrëveshjen pikë në frym edhe në germ. Por, thonë, kjo ko një strategji Albin Kurtit, për me bo kishe penen shkru nësë penen shkruj me kështu, se s'ka mu zbatu kur. Po nga fillimi keme thënë. Unë nuk e këshyri kështu. Se unë e këshyri që ajo është obligim. Edhe nëse ajo obligim do të zbatohet e për shqecimin tam, se unë flasë për shqecimin, se kur bëhet mirë, kur nuk zbatohet, përfitojmë krejt, po kur zbatohet, se dhe që kjo që pe qëtë shpatën, si drenori, se dhe që po të doket që do të prej me shpat, Albin Kurti e ka pa qitë shpatën, krejt marrëveshën nërkomtarë dhe këmë mi prej. Allah i la e këshë në shkruti sa tonë uër. Krejt marrëveshën, po shko kjo shma, po dëgjëm se dëgjëm se torë dojnë mi ditë po le qytetarë do la, te e ki hone me qytetara, po lezë të jeme dhe ndohë se leti. Po ngorë, ti një dhes me dalë ngorë, hajde tash, po dojnë me ditë po që jo ngorë me ty, jo me qytetarët. Ti e vetë vendosja, unë jo najna panelista, opinionista, na im çdo mbromi çdo dhe ndikojmë opinionin o ata. Për besan. Vallojnë ndikojmë. Për besan. Vallojnë ndikojmë.